Në këto ditë të nxehta të korrikut në rrugët e Shkodrës vrehen shumë turistë të huaj, të cilët nga pajisjet dhe çantat e udhëtimit që mbajnë, dallohen lehtësisht si adhurues të natyrës dhe turizmit të aventurës. Shumë prej tyre qytetin e Shkodrës e kanë si piknisje për të eksploruar destinacionet malore më të njohura në veri të vendit. Sipas operatorëve turistik, prej disa javësh thuajse çdo ditë 10 turistë të huaj interesohen për itinerare dhe guida malore. Këtë vit klientat janë shumë të shumtë se vitet e tjera. Turistët vinë prej tanë botës. Kërkesa më e madhe që janë për turistëve kohët e fundit është Thethi. Parku Kombëtar i Alpeve me qendër Thethin, si dhe Lumi i Shalës, mbeten destinacionet më të kërkuara nga vizitorët e huaj, të cilët krahas peizazhit dhe mundësive për aktivitete në natyrë, vlerësojnë edhe mikpritjen. Belgium, very nice actually. Vim nga Belgjika dhe po kalojmë një tur shumë të këndshëm në Shqipëri. Sapo jemi kthyer nga Thethi, ndërsa kemi vizituar edhe Lumin e Shalës dhe liçenin e Komanit, vende vërtet të manitshme. Përveç natyrës së mrekullueshme, na ka pëlqyer shumë edhe mikpritja e njerëzve, si dhe çmimet e arsyeshme. The people, the hospitality, the mountains, everything. Ajo që na ka pëlqyer më shumë janë njerëzit, mikpritja dhe zonat malore. Deri më tani kemi vizituar Thethin dhe Valvonën, dy vende jashtëzakonisht të bukura që na kanë lënë bresa shumë të mira. Të dhënat nga institucionet vendore tregojnë se gjatë kësaj periudhe numri i vizitorëve në destinacionet malore të Bashkisë Shkodër, por edhe i akomodimeve afatshkurtra në qytet, është rritur me rreth 25% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të shkuar.